E ardhmja e Kristian Aslanit duket se po shndrohet në një telenovel me shumë seri. Të shumta kanë qenë hipotezat që kanë qarkulluar së fundmi, ndërkohë që është përfshirë në ofertën zyrtare që Interi ka dërguar Al Ittihad për transferimin e Moussa Diaby. Sipas raportimeve të Al Jadia, klubi Zikalter ka ofruar 18 milion euro, ndërsa pjesë e marrëveshjes është edhe kartoni i Aslanit. Për momentin nuk ka ende një vendim zyrtar nga Al Ittihad, por negociatat mes klubeve vijojnë dhe e ardhmja e mesfushorit shqiptar pritet të qartësohet në ditët në vijim. Ndërsa pak orë më parë, u raportua se edhe Hull City ka shfaqur interes për shërbimet e Aslanit. Mbrojtësi shqiptar Marash Kumbulla është shumë pranë një transferimi te Rayo Vallecano. Klubi spanjoll dhe Roma kanë hyrë në fazën finale të negociatave për huazimin e futbollistit 26 vjeçar. Sipas raportimeve, dy klubet po finalizojnë detajet e marrëveshjes, ndërsa procedurat e fundit pritet të përfundojnë së shpejti. Konfirmimi zyrtar i transferimit mund të vijë në ditët në vazhdim. Ernest Muçi vijon formën e tij fantastike me fanelën e Trabzonspor, teksa ditën e sotme ka rrëmbyer sërish skenën në duelin miqësor ndaj Udinezes, skuadrës që militon në Serinë A italiane. Ylli kombëtares shqiptare realizoi në minutën e 4 një gol fantastik me të brendshme nga cepi i majt i zonës duke surprizuar portierin Pjana, teksa i dha avantazhin skuadrës turke. Muçi është shndruar në një nga lojtarët më të spikatur të momentit te Trabzonspori, teksa në sezonin e shkuar realizoi 11 gola dhe dha 3 asiste në 26 ndeshjet e kampionatit, duke fituar zemrat e drejtuesve të tifozëve të skuadrës turke. Mbrojtësi i kombëtares shqiptare Stavrios Pilos ka realizuar 2 golësh në miqësoren e AEK Athens kundër Sin Tridence. 25 vjeçari zhbllokuai shifrat në minutën e 7 dhe në të 19-ën i dyfishoi ato. Aktualisht skuadra e tij po udhëheq me rezultatin 3-0.